Gjatë kohës që disa oligarkë hungarez po largohen nga vendi për në Dubai apo New York, një tjetër figurë kyçe e sistemit të Viktor Orbanit po përballet me një fat potencialisht edhe më të rëndë, shembjen e aksioneve, bllokimin e kredive dhe hetimet për korrupsion. Kompania 4IG, një konglomerat gjigant i telekomunikacionit dhe mbrojtjes dhe kryetari i bordit të saj Gellert Yasaj, janë bërë simboli pastrimit të ekonomisë hungareze nga qeveria e re Peter Magyar. 4IG nuk është një kompani e zakonshme. E themeluar fillimisht në sektorin IT, ajo u shndërrua gjatë erës Orbanit në një nga konglomeratet më të mëdha dhe më të privilegjuara në Hungari, duke u zgjeruar në mënyrë agresive në telekomunikacion, ku bleu një nga 3 operatorët celular nga Vodafone me mbështetje të qeverisë. Në industrinë e hapësirës ajrore dhe mbrojtjes përmes nëndegës 4IG SDT, e cila mori kontrollin e një pjesë të madhe të industrisë hungareze të mbrojtjes në një seri privatizimesh të dyshimta. Dhe ndërkombëtarisht, ku 4IG zotron One Albania, ish One Telecommunications, operatorin e dytë më të madh celular në Shqipëri. Gellert Yasaj, i cili u shfaq nga rrethi i Lawrence Meszaros, miku të fëmijërisë së Orbanit dhe hungarezit më të pasur, u bë një oligark i plot fuqishëm, por tani e gjithë kjo ndërtesë po tronditet, që nga fitoria dërmuese e partisë TISA dhe betimi i Peter Magyar si kryeminist i ri, 4IG dhe Yasaj janë gjetur në epiqendrën e stuhisë. Reagimi i tregjeve financiare ishte i menjëhershëm dhe brutal. Brenda një muaji, aksionet e 4IG-s humbën mbi 32% të vlerës së tyre, dhe në një ditë vetme pas publikimit të një sondazhi që tregonte epërsi të opozitës ato ran 10 deri 12%. Që nga kulmi i tyre në fund të vitit 2025, çmimi i aksioneve të 4IG-s është përgjysmuar duke reflektuar frikën e investitorëve për një ndryshim të regjimit dhe duke e klasifikuar kompaninë tani me reputacion të damkosur për shkak të lidhjeve të saj të ngushta me pushtetin e vjetër. Goditja më e rëndë për 4IG-n erdhi kur qeveria e re vendosi të bllokojë dhe rishqyrtojë një kredi të madhe nga Komisioni Evropian. Ish qeveria e Orbanit kishte aplikuar për një kredi prej 16 miliardë eurosh me interes të ulët për të financuar sektorin e mbrojtjes, por pasi skema u lançua, një pjesë e madhe e industrisë hungareze të mbrojtjes u privatizua pikërisht nga 4IG. Mediat investigative kanë zbuluar se paratë e kësaj kredie do të përfundonin kryesisht në xhepin e 4IG-s. Peter Magyar deklaroi se do ta shqyrtojë kritikisht këtë kërkesë, duke përmendur rreziqe të larta korrupsioni, duke vendosur në thelb se paratë e tatim paguesve europian nuk do të financojnë kompanitë e ish regjimit. Për më tepër, hulumtimi i fundit nga media hungareze Direct 36 ka zbuluar mekanizmin e ndërlikuar se si 4IG fitoi kompanitë shtetërore të mbrojtjes. Sipas dokumenteve të siguruara, banka shtetërore Exim Bank dhe fondet e lidhura me shtetin injektuan fshehurazi 37 miliardë forinta, rreth 112 milionë euro në një fond privat të lidhur me Yasaj, dhe menjëherë pas kësaj këto para u përdorën nga 4IG për të blerë kompanitë shtetërore. Mediat hungareze afër qeverisë së re si Control.hu kanë paralajmëruar se 4IG mund të shkojë drejt falimentimit pasi pa mbështetjen e shtetit dhe pa kredite BE-s, struktura financiare e 4IG-s konsiderohet e paqëndrueshme. Ky kolaps ka një dikim të drejtë për drejtë në Shqipëri, ku kompania zotron operatorin One Albania. Në fund të vitit 2024, One Albania kishte marrë rreth 96 milionë euro hua nga kompania mëm 4IG, një varësi e lartë që e bën One Albanian jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj problemeve financiare të grupit hungarez. Zhvillimet e fundit kanë rritur në mënyrë dramatike rrezikun financiar për One, duke vështirësuar negociatat për marrjen e kredive të reja nga bankat shqiptare, pasi One tani perceptohet si një aktiv me rrezik të lartë. Në skenarin më ekstrem, nëse qeveria e re hungareze klasifikon paratë e përdorura nga 4IG për blerjen e One Albania si produkt i korrupsionit, kjo mund të hap rrugën për konfiskimin e aseteve duke lënë të ardhmen në One Albania në ajër. Përballë këtij realiteti të ri politik, Gellert Yasaj dhe udhëheqja e 4IG-s kanë tentuar të mbrohen, duke deklaruar publikisht se aktiviteti i tyre është ndërtuar mbi baza të shëndosha dhe se kontratat me gjigantët amerikanë të armatimit si Northrop Grumman ofrojnë një garanci për rritje të mëtejshme, duke ignoruar vitet e privilegjeve dhe mbështetjes së pakufizuar nga shteti i Orbanit. Megjithatë, ekspertët dhe tregjet janë skeptik. Peter Magyar ka premtuar krijimin e një zyre të posaçme për të gjetur dhe konfiskuar asetet e grupeve që përbënin shtyllën e sistemit korruptiv. Pa mbështetjen e pushtetit politik dhe me një administratë të re që kërkon të rivendosë sundimin e ligjit, modeli i biznesit i 4IG duket i paqëndrueshëm. Kjo ndodhi shënon më shumë se thjesht një ndryshim qeverie, është një pastrim sistematik i marrëdhënieve të ngushta shtet-biznes që dominuan Hungarinë për më shumë se një dekadë. Gellert Yasaj dhe 4IG janë shembulli më i qartë se si një kompani private e ndërtuar mbi lidhjet politike dhe transfertat e fshehta të fondeve shtetërore shembet kur ndryshon era e pushtetit. Pasojat e kësaj tronditje do të ndihen nga Budapesti në Tiranë, duke riformuar jo vetëm ekonominë hungareze, por edhe ato shqiptare përmes tutelës së One Albania.
Prej rreth 2 vitesh në paraburgim dhe me vendime nga të gjitha nivelet e gjyqësorit për të mos e liruar, ish-ministri Ilir Besha ka futur në lojë 2 ish-ministra të drejtësisë dhe ministrin aktual me shpresën se do të detyrojnë gjykatën e posaçme për ta nxjerrë nga burgu. Më 24 prill 2026, Ilir Besha nëpërmjet një letre nga paraburgimi i Durrësit ku mbahet i izoluar, i ka kërkuar ndim Fatmir Xhafajt, sekretari i Komisionit Anti-SPAK, Ulsi Manjës, sekretari i Komisionit të Ligjeve dhe Toni Gogut si ministri i drejtësisë. Pasi ka përdorur të gjitha mënyrat dhe mjetet aktivizimi i kolegëve të partisë është karta e fundit që po përdori Ilir Besha, si shpresa e vetme për të dalë nga burgu megjithse e di që drejtësia e ka dhënë disa herë verdiktin për ta hetuar e gjykuar me mas arresti me burg. Në letrën e tij Ilir Besha përdori edhe një marifet tjetër për ta paraqitur çështjen e tij sikur është i arrestuar politik, duke e nënshkruar letrën si ish deputet, kur nuk ka asnjë akuzë për vepra penale gjatë mandateve të tij si deputet. Ai është kallëzuar, akuzuar, hetuar, proceduar dhe arrestuar për afera korrupsioni, vjedhje, shpërdorim detyre e fshehje pasurie, gjatë kohës që ishte drejtori i Agjencisë së Fondeve të Bashkimit Evropian dhe për koncesionet kur ishte ministër i shëndetësisë. Në letrën drejtuar Xhafajt, Gogut e Manjës për të ndërhyrë dhe për të ndikuar në organet e drejtësisë, Ilir Besha akuzon SPAK-un dhe gjykatën e posaçme se kanë shkelur kushtetutën, kodin e procedurës penale dhe konventën evropiane për të drejtat e njerëzit, por në letër nuk thot asgjë në lidhje me akuzat për veprat penale për të cilat është arrestuar me kërkesë të SPAK-ut. Përballë refuzimit nga gjykatat e të gjitha niveleve që kanë konfirmuar akuzat dhe provat hetimore, me të cilat e ka arrestuar SPAK-u, Ilir Besha shpreson ta lirojnë shokët e partisë e qeverisë duke i bërë presion drejtësisë. Kjo lëvizje e Beshas vjen pasi Fatmir Xhafaj, sekretari i Komisionit Parlamentar për gjoja rireformimin e drejtësisë së re, ka tentuar disa herë për të vënë në kontroll veprimtarinë e SPAK-ut, por ish-drejtuesi Altin Dumani dhe drejtuesi aktual Klodian Braho nuk e kanë pranuar as në zyrë. Ilir Besha le të vazhdojë ankesat për shkelje të kodit të procedurës penale, por përballë gjykatës së posaçme, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Inspektorit të Lartë të Drejtësisë, jo të ish-kolegët e partisë të qeverisë, sepse ata nuk kanë asnjë tagër të udhëzojnë organet e drejtësisë. Por herë tjetër kudo që të ankohet, të mos i nënshkruaj ankesat si ish deputet, sepse nuk është arrestuar si i tillë, por si ish drejtori i Fondeve të Bashkimit Evropian dhe si ish ministër i koncesioneve në shëndetësi. Drejtuesit e strukturave të Ministrisë së Brendshme po i bëjnë këshillëk të hapur SPAK-ut dhe gjykatës së posaçme, duke mbështetur financiarisht dhe futur në shërbime konfidenciale të pandeurin Gëzim Hoxha, vëllain e ministrit për Europën dhe punët e jashtme. Këtë e fakton një njoftim në buletinin e prokurimeve publike të datës 27 prill 2026 për zhvillimin e tenderit nga shoqëria Identiteke prodhimit të kartave të identitetit dhe pasaportave, strukturë në varësi të Ministrisë së Brendshme. Tenderi i shërbimit konfidencial me objekte auditimi brendshëm i sistemit ISMS në shoqërinë Identitek sipas standardit ISO 27001/2022 i është dhënë kompanisë First SHPK në pronësi të shtetasit Gëzim Hoxha, vëllai i ministrit Ferit Hoxha. Sistemi ISMS është shërbimi i menaxhimit të sigurisë së informacionit të klasifikuar që në këtë tender ka lidhje me menaxhimin e sigurisë së kartave të identitetit dhe pasaportave biometrike që prodhon Ministria e Brendshme nëpërmjet shoqërisë së saj Identitek. Pra kontrolli i zbatimit të sistemit dhe funksionimit të sigurisë në prodhimin e kartave të identitetit dhe pasaportave i është dhënë Gëzim Hoxhës, të njëjtit person të cilin SPAK dhe gjykata e posaçme i kanë bllokuar pasaportën dhe i kanë ndaluar daljen nga Shqipëria. Është skandal që një nga strukturat më të rëndësishme të Ministrisë së Brendshme dhe të Sigurisë Kombëtare i ka dhënë tenderin e këtij shërbimi sigurie një të pandehur i antar i grupit të strukturuar kriminal Agasi. Vëllai i ministrit të jashtëm Ferit Hoxha është me 3 masa penale, detyrim paraqitje në SPAK, sekuestrim i 1.3 milion eurove të dyshuara me burim nga aktiviteti kriminal, ndalim për të dalë nga territori i Shqipërisë dhe bllokim pasaporte. Ndërsa Ministria e Brendshme këtij shtetasit të pandehur i ka besuar shërbimin e auditimit për sigurinë e pasaportave, duke i bërë këshillëk të hapur drejtësisë. Referuar numrit të referencës më datë 17 mars 2026 të shpalljes së procedurës së prokurimit, konstatohet se tenderi është dhënë 4 muaj pasi ai është marrë i pandehur dhe vazhdon të jetë me 3 masa penale e nënhetim të thelluar nga SPAK. Pyetja e thjeshtë, si është e mundur që një personi që nuk i lejohet të dalë nga Shqipëria sepse përbën rrezik për sigurinë, t'i besohet auditimi i sigurisë së pasaportave shqiptare? Kush e ka autorizuar këtë tender dhe pse strukturat e Ministrisë së Brendshme po veprojnë kundër vendimeve të SPAK-ut? Megjithse në kërkim prej vitit 2023, SPAK nuk i ka sekuestruar pasuritë që trafikanti Ervin Mata ka si bashkëinvestitor, kulla ngjitur me sahatin e Tiranës, Hoteli Victoria dhe kullat e ish Ekspozita Shqipëria Sot pranë gjykatës së Tiranës, provat që SPAK publikoi për Ervin Luan Matën si drejtuesi një grupi të strukturuar ndërkombëtar të drogës dhe pastrimit të parave me ndërtime në Tiranë, Durrës, Vlorë. Pamfleti i ka publikuar që në vitet 2018-2023, por ai nuk u prek nga që kishte lidhje me kryeministrin Edi Rama. 2 vite e gjysmë pas shpalljes në
në kërkim nga SPAK, trafikanti Ervin Mata u arrestua në qytetin Ilhabela të Brazilit, ku jetonte i fshehur me dokumente të falsifikuara si shtetas i Anglisë. Grupi i trafikimit të drogës, ku Mata ishte një nga krerët, u hetua në kuadër të procedimit penal të SPAK-ut në vitin 2023, pas këmbguljes së Eurojust, Europol dhe të disa shteteve. Sipas dosjes penale të Ervin Matës, ai figuron një person në kërkim nga 8 shtete: Belgjika, Franca, Hollanda, Gjermania, Italia, Brazilia, Ekuadori dhe Shqipëria. Ai u gjet dhe u arrestua nga policia ushtarake e Brazilit dhe është në duart e drejtësisë së këtij shteti. Por ndërkohë, sipas ligjit ndërkombëtar, Ervin Matën duhet ta kërkojnë për ekstradim edhe 7 shtetet e tjera. Që shprej muajit nëntor 2023, ai është shpallur në kërkim nga SPAK, por ky ka qenë kërkim formal, pasi gjatë kësaj periudhe Interpol Tirana, strukturat gjurmuese policore Fast Albania, agentët e BKH-s dhe oficerët ndërlidhës në ambasadat shqiptare nuk kanë bashkëpunuar me agjencitë ndërkombëtare. A do të kërkojë SPAK-u ekstradimin e Ervin Matës në Shqipëri? Pavarësisht se trafikanti është subjekt i rëndësishëm i drejtësisë së Brazilit, SPAK nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë ka detyrimin të kërkojë ekstradimin e tij sepse i ka dhënë urdhër arresti. Por e themi këtë pyetje sepse SPAK, për eksponent krimesh të lidhur me kryeministrin Edi Rama, ka anulluar hetime e vendime kërkimi, siç është rasti i Amanti Josifit të rrjetit call center, që Altin Dumani thanë nuk e hetojmë sepse po e heton Spanja, ndërsa Ulsi Ramën nuk e futi në dosje. Pyetja tjetër: a do t'i sekuestrohen trafikantit Ervin Mata pasuritë si bashkëinvestitor te kulla ngjitur me sahatin e Tiranës, Hoteli Victoria dhe kullat e ish Ekspozita Shqipëria sot pranë gjykatës së policisë së Tiranës, sepse SPAK-u megjithëse e ka patur në kërkim prej nëntorit 2023 nuk i ka sekuestruar asnjë pasuri, pa çka se ka prova se janë me burim të ardhurash nga trafiku i drogës. Më 8 nëntor 2019, kryeministri Edi Rama i dha Ervin Matës lejen e ndërtimit për kullën 100 metër të lartë të ish Ekspozita Shqipëria sot, mes gjykatës dhe drejtorisë së policisë Tiranë, ndërsa më 18 qershor 2018, babai i tij Luan Mata është dënuar me burg në mungesë në qytetin Minas Gerais të Brazilit, bashkë me brazilianin Davanço Silva për trafikim droge e mashtrim financiar, me akuzën aktivitete përfitime kriminale të maskuar si fermer. Pyetja është, pse pronari i kullave pranë institucioneve të drejtësisë është një trafikant ndërkombëtar në kërkim nga 8 shtete dhe pse askush nuk i prek pasuritë e tij? Organizata mafioze Ndrangheta vazhdon të mbetet forca kriminale më e strukturuar dhe më e rrënjosur në rajonin italian të Ligurisë, ndërsa po evoluon shpejt drejt formave më të fshehta të operimit, duke u integruar gjithnjë më shumë në ekonominë ligjore. Kjo del nga raporti vjetor i Komisionit Antimafia, i miratuar në Këshillin Rajonal si një nga dëgjesat me prokuror dhe hetues. Sipas raportit, në provincën e Savonës, dominimi kriminal ushtrohet kryesisht nga familje me origjinë kalabreze, veçanërisht nga zonja e Reggios, të përfshira në manipulim tenderësh dhe forma intimidimi. Megjithatë, ky dominim po sfidohet gradualisht nga struktura të tjera kriminale. Në nivel rajonal, Ndrangheta operon përmes një organizimi të mirë përcaktuar territorial. Një makrozone quajtur Liguria koordinon aktivitetet e njësive lokale të shpërndara në lindje dhe perëndim. Sipas hetimeve, struktura e Gjenovës shërben si dhomë kontrolli duke lidhur drejt për drejt qendrat kriminale në Kalabria me degët lokale, ndërkohë njësia e Ventimiglias funksionon si dhomë kalimi, duke garantuar vazhdimsi operative në rrjetën në Francë, veçanërisht në bregun e Azur. Raporti thekson se Ndrangheta dhe grupet e tjera kriminale po veprojnë gjithnjë më shumë në mënyrë diskrete, duke u shndruar në atë që përkufizohet si mafia e heshtur. Kjo strategji bazohet në fshehjen e aktiviteteve të paligjshme dhe në zgjerimin e rolit sipërmarrës, sidomos përmes pastrimit të parave. Rreziku kryesor lidhet me blerjen e bizneseve në vështirësi financiare, të cilat përdoren për të ricikluar kapitalet e palishme. Në këtë kontekst, sektori i restoranteve konsiderohet veçanërisht i ekspozuar. Prokurori antimafias në Rom, Maria Cristina Palaja, deklaroi gjatë një dëgjese parlamentare se sektori i restoracionit është ndër më të ekspozuarit ndaj riinvestimit të parave me origjinë të palishme, duke shtuar se flukset financiare në këtë fushë janë shpesh të vështira për të gjurmuar. Hetimet e drejtorisë antimafia në Rom, mbi të ashtu quajturin grupi Senese, kanë evidentuar investime në restorante ku dyshohet se janë përdorur fonde të lidhura me organizata kriminale, përfshirë struktura të lidhura me Ndranghetan dhe Camorran. Liguria konsiderohet një nyje strategjike për trafikun ndërkombëtar të narkotikëve. Portet e Gjenovës, La Spezias, Savonës dhe Vado Ligurie identifikohen si pika kyçe hyrëse, sidomos për kokainë nga Amerika Latine. Rajoni përfaqëson mbi 18% të sekuestrimeve portuale në nivel kombëtar, shifra më e lartë në veri të Italisë. Organizatat kriminale përdorin teknika të sofistikuara për të shmangur kontrollet, përfshirë metodën rip-off, nxjerrja e drogës nga kontenerët me ndihmën e punonjësve të korruptuar portual, përdorimin e zhytësve për ngarkesa të fshehura në anije dhe teknikën drop-off, ku droga lihet në det dhe rikuperohet përmes
pajisjeve satelitore. Raporti evidenton një ndryshim të rëndësishëm në ekuilibrat e krimit të organizuar. Bashkëpunimi mes ndragetas dhe kriminalitetit shqiptar është bërë më i barabartë. Nëse më parë grupet shqiptare përdoreshin kryesisht si forcë operacionale, ata tani janë specializuar në logjistik, duke menaxhuar faza kyçe të transportit, magazinimit dhe shpërndarjes së drogës. Ky zhvillim tregon një rritje të autonomisë dhe kapaciteteve të grupeve shqiptare në zinxhirin ndërkombëtar të narkotrafikut. Sipas raportit të deklaratave të Andrea Orlando, ish ministri i drejtësisë, është aktualisht kryetari i Komisionit Antimafia në Liguri. Rreziku nuk qëndron vetëm te infiltrimi i drejt për drejt, por te format më të sofistikuara të ndikimit. Ndrageta mbetet organizata më e strukturuar, por po evoluon shpejt drejt një forme më pak të dukshme dhe më depërtuese, e aftë të hyjë në sektor ekonomik, logjistik dhe ndërmarrje në vështirësi. Ai paralajmëroi se portet dhe investimet publike përfshirë fondet e planit kombëtar të rimëkëmbjes, përbëjnë zona me rrezik të lartë për abuzime, për mashtrime financiare deri te korrupsioni dhe manipulimi i tenderve. Hetimet po fokusohen gjithnjë më shumë në të ashtu quajturat krime sinjalizuese, si mashtrimet fiskale, faturat fiktive dhe përfitimi i palishëm i fondeve publike. Paralelisht, autoritetet po përdorin instrumente parandaluese, si listat whitelist, kontrollet në kantier dhe protokollet e ligjshmërisë për të monitoruar aktivitetet ekonomike. Një tjetër sfidë mbetet menaxhimi i pasurive të konfiskuara. Në Liguri numërohen qindra prona dhe biznese të sekuestruara nga mafia, por mungesa e financimit dhe mbështetjes institucionale rrezikon rikthimin e tyre në qarkullim të paligjshëm. Raporti përfundon se sfida kryesore nuk është vetëm goditja penale e mafias, por parandalimi i integrimit të saj në ekonominë dhe institucionet publike. Në këtë kuadër, roli i transparencës, kontrollit dhe bashkëpunimit ndërinstitucional mbetet vendimtar. Europol dhe Eurojust kanë dhënë detaje nga aksioni i 13 prillit në Tiranë, ku u godit një rrjet i gjerë call centerash që mashtronin qytetarët evropian. Në kuadër të operacionit u lëshuan masat e sigurimit arrest me burg për 7 persona, ndalimi daljes jashtë shtetit dhe detyrim për paraqitje në policinë gjyqësore për 2 shtetas dhe u arrestuan në flagrancë në kushtet e ushtrimit të aktivitetit të paligjshëm 5 persona. Sipas të dhënave, viktimat josheshin nga reklamat rreme për investime në rrjetet sociale ose në internet, pasi regjistroheshin në platforma që dukeshin legjitime. Ata kontaktoheshin nga agent që paraqiteshin si këshilltar financiar. Këta të fundit menaxhonin llogaritë e viktimave përmes aksesit në distancë dhe përdornin presion psikologjik për t'i bindur të investonin me shumë para. Fondet sipas hetimeve nuk investoheshin, por kalonin në një rrjet ndërkombëtar pastrimi parash. Europol thekson se qendrat e thirrjeve funksiononin si struktura të mirë organizuara, të ngjashme me kompani legjitime. Punonjësit ishin ndarë në ekipe sipas gjuhëve: gjermanisht, anglisht, italisht, greqisht dhe spanjisht, për të fituar besimin e viktimave. Rrjeti dyshohet se përfshinte deri në 450 persona në role të ndryshme, nga agent konvertimi dhe agent mbajtjeje, deri te staf IT, financë dhe menaxhim. Operatorët paguheshin rreth 800 euro në muaj, plus komisione për çdo kontratë të realizuar. Një rrjet kriminal që operonte një skemë mashtrimi në shkallë të gjerë online është shkatëruar nëpërmjet një hetimi bashkëpunues që përfshinte autoritetet austriake dhe ato shqiptare, me mbështetjen e Europol dhe Eurojust. Operacioni, i cili zgjati më shumë se 2 vite, rezultoi në arrestimin e 10 individëve, kontrollin e disa lokaleve dhe sekuestrimin e gati 900.000 eurove në para të gatshme. Rrjeti kriminal që dyshohet se operonte disa qendra thirrjesh në Tiranë besohet se ka shkaktuar dëme të konsiderueshme financiare, që arrin në total të paktën 50 milion euro. Qendrat e thirrjeve ishin ngritur edhe organizuar profesionalisht, duke u ngjarë dhe strukturave legjitime të biznesit, që shfaqinin një ndarje të qartë rolesh dhe menaxhim hierarkik. Viktimat tërhiqeshin nga platforma investimesh online në dukje legjitime përmes reklamave mashtruese në mediat sociale ose kërkimeve në internet, të joshura nga premtimi i investimeve fitimprurse. Pas regjistrimit fillestar me këta ndërmjetës rrem online, viktimave u caktoheshin agent mbajtës, të cilët imitonin këshilltarët ose ndërmjetësit e investimeve. Këta agent menaxhuan llogaritë e viktimave për periudha të gjata kohore, shpesh duke përdorur software me qasje në distancë për të fituar kontroll të plotë mbi pajisjet elektronike të viktimave. Mashtruesit pretendonin se ishin ekspert profesional dhe përdornin presionin psikologjik për të bindur viktimat të bënin investime shtesë, duke pretenduar në mënyrë të rrem se do të ishin fitimprurse. Në të vërtetë, fondet nuk u investuan kurrë, por u kanalizuan në një skemë të ndërlikuar ndërkombëtare të pastrimit të parave, duke u zhdukur përfundimisht në duar të organizatës kriminale. Operatorët u organizuan në ekipe prej 6 deri në 8 individësh, secili i specializuar në një gjuhë specifike për të synuar tregjet e tyre përkatëse kombëtare.
Gjuhët e mbuluara përfshinin gjermanishten, anglishten, italishten, greqishten dhe spanjishten, siç është e zakonshme në mashtrimet e investimeve. Njohja e gjuhës u përdor për të krijuar dhe ndërtuar besim. Të dyshuarit u mbështetën në këtë element për të mashtruar viktimat e tyre, duke paraqitur mundësi të rreme investimi dhe duke i bindur ata të transferonin shuma të konsiderueshme parash. Shkalla dhe profesionalizmi i rrjetit kriminal ishte i dukshëm në strukturën e tij, e cila përfshinte deri në 450 punonjës në departamente të ndryshme, duke përfshirë blerjen e klientëve, të trajtuar nga agjentët e konvertimit dhe shërbimin ndaj klientit, të menaxhuar nga agjentët e mbajtjes. Për më tepër, rrjeti kishte ekipe të dedikuara për menaxhim, financë, IT, burime njerëzore dhe aktivitete të ndryshme të zyrës së mbështetjes. Udhëheqësit e ekipeve mbikëqyrnin aktivitetet e përditshme të ekipeve të tyre, ndërsa një menaxher në secilën qendër thirrjesh koordinonte dhe udhëzonte udhëheqësit e ekipeve dhe operacionet e përgjithshme. Operatorët merrnin një pagë mujore prej afërsisht 800 eurosh, së bashku me një komision progresiv për çdo kontratë të suksesshme, pjesërisht të paguar në para të gatshme dhe pjesërisht nëpërmjet transfertit bankar. Si rezultat i këtyre skemave mashtruese, viktimat transferuan shuma të konsiderueshme parash që vlerësohet të tejkalojnë 50 milionë euro. Autorët gjithashtu kontaktuan përsëri viktimat që kishin pësuar humbje përmes platformave mashtruese, duke ofruar shërbime për të rikuperuar fondet e tyre. Individët e interesuar u udhëzuan të hapnin llogari në platformat e kriptomonedhave dhe të bënin një depozit fillestare prej 500 eurosh. Operatorët, duke përdorur emra përdoruesish dhe duke vepruar nën pseudonime, i bindën viktimat të bënin këtë pagesë fillestare në një përpjekje për t'i mashtruar përsëri. Hetimi u nis fillimisht nga autoritetet austriake për shkak të numrit të madh të viktimave të identifikuara në Vjenë rreth qershorit 2023. Në prill 2024, autoritetet austriake, nëpërmjet Europolit, ju drejtuan autoriteteve shqiptare me një kërkesë për informacion në lidhje me një adresë IP që dyshohet se është përdorur nga autorët, të cilët ndodheshin në territorin e Republikës së Shqipërisë. Pas kësaj kërkese, autoritetet shqiptare nisën një hetim penal. Në mbështetjen e Eurojust u nis një hetim i përbashkët që çoi në një ditë veprimi të koordinuar më 10 prill 2026. Pastisjet e kryera rezultuan në arrestimin e 10 individëve në Tiranë. Kërkimet e kryera në 3 qendra thirrjesh dhe 9 shtëpi private çuan në sekuestrimin e 891.735 euro në para të gatshme, 443 kompjuter, 238 telefona celular, 6 laptop, si dhe bartës të ndryshëm të dhënave dhe mediume ruajtjeje. Viktimat e kësaj skeme mashtrimi ndodheshin në të gjithë Europën dhe në mbar botën, duke përfshirë Italinë, Gjermaninë, Greqinë, Spanjën, Kanadan dhe Mbretërinë e Bashkuar. Çmontimi i plotë i infrastrukturës së IT-s dhe analiza e vazhdueshme e të dhënave të sekuestruara pritet të ofrojnë më shumë informacion mbi operacionet e rrjetit kriminal. Ekspertët e Europolit, të vendosur për të mbështetur masat operative, ndihmuan në sigurimin e vëllimeve të mëdha të dhënave relevante për hetimet penale. Këto të dhëna më pas do të ndahen me autoritetet hetuese të vendeve të tjera të prekura. Për të mbështetur ditën e veprimit u krijua një post komanduese virtuale për të lehtësuar shkëmbimin e të dhënave dhe provave. Eurojust koordinoi një ekip të përbashkët hetimor midis autoriteteve austriake dhe atyre shqiptare me mbështetjen e projektit të saj për drejtësinë penale në Ballkanin Perëndimor. Përveç ngritjes së ekipit të përbashkët hetimor, Eurojust ndihmoi me takimet koordinuese, financimin për ditën e veprimit dhe nëpërmjet projektit për drejtësinë penale në Ballkanin Perëndimor, shërbime përkthimi.